I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Në 88.6 edhe 102 FM, sidomos ju që jeni në komunikacion në këtë momente, u juroj mirë se ardhje edhe rrugë të mbarë ku të që jeni nis. Përshëndetje dhe përshikuesit tonë nga Koavizioni, paraprakisht ju kërkoj falje për kollitit e mia që do të pasojnë, se situata veç shkon duke u rënduar, jo duke u përmirësuar. Kjo tregon që jemi futur dhe më thonë Plus 45 minuta me fol pa ndërprerje, është ko gjani farë mundimi për personat që janë me grip. Po, është një farë mundimi, po t'ja den. Paraprakisht për shërrimin që do të bëj gjatë minutave në vazhdim. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët edhe ju që jeni në përvetura në këto momente dhe po shihni pjesë të ngarkuara. Kudo që ka pjesë të ngarkuar në komunikacion, na dërgoni foto, edhe na kemi informuar gjithë pjesëtarët e tjerë me mundum ju shmang aty në pjesëve më të ngarkuara në komunikacion këto momente. Ju presim edhe me telefonatat e juaja në 04997898. Është njëjti numër ku mund të më dërguar edhe foto për Viber. Ju presim me telefonata për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ajo është cila është? Ftesën që s'do ta refuzoje. Domethënë, cila kish me qenë një ftesë që nuk kishe me i thonë jo. Ftesa prej kujna, për çka nuk kishe me thonë. Unë thash edhe domethënë është një ftesë që nuk e kisha refuzuar kurrësh. Edhe se larg atje. Nëse ndodh diçysh do ja bëj, domethënë do mundohemi për me shkollë. Nxezën, xhamoj. Jo, kisha me bot madhe edhe me shku të ambasada me një asi po për edhe na kishim marrë me të mbështet, me ta dhun vizën brenda javës. Me shku me pa një super event që kam u bon në Vegas atje për ndryshe. Formula Nishin kena fjallën. Po, për Formula Nishin. Një super event. Edhe pilotët e formulës mundesh mi taku. Po. Ta se kështë refuzu të me thonë. Këta se kështë refuzu. Që ta se kështë refuzu. Kësha thonë, po, që me njerë erdha qështë të qëshëm, kur gjo s'po marë. Veti dyti, ha? Veti dyti, se du të kanë dikosh me t'i bo të fata. Pako, se s'po muj me kesh. Vazhdo prezentoj këngën e parë dhe mandiri kemi. S'ka e prezenton, ata puthën. O. Parë dhe mandiri kemi. S'ka e prezenton, ata puthën. O. Edhe mi u prit me telefonatat e juaja e gjithashtu me informatat rreth komunikacionit të cilat diçka na arrit në këto momente. Amiri na ka dërguar një foto, na tregon se ka kolon për ata që po vinë në Prishtinë. Nga OKI-a kolona vazhdon tutje deri te udhkryqi i katedralës. Pastaj e ngarkuar është pjesa e Vetërnikut nga gjysma. Kolona vazhdon për të krethi me flamurën në kalimit të rrethit duplex. Rruga Gim Ramadani me kolon nga komuna deri te udhkryqi i Menzës. Këtu janë dhe informatat e para që kanë arritë sa e përket komunikacionit për ditën e sotme, ndërsa sa e përket derivateve më të mira ju e dini se mundri me shku tek Petrol Company me i marr. Po nëse shkoni në Çaklavic, naftën e keni për 1.17 e benzinën për 1.16 për litër. Edhe mos harroni mu bë pjesë lojë shpërblyese për secilën blerje vlerë më shumë se 10 euro. Ju futni lojë shpërblyese, merrni kupon 22 kupona, 33 kupona kështu me radhë. Edhe nuk i diet një fatlu mos e fatlume mundet me u bë me një vetur 3 nga Petrol Company. Hajde Fion, ka dal mundo, kullu ka pak s'ka lidhje, mos tani, po është normale kjo. Jo, po dhe mu po më pengojnë tema ata që na dëgjojnë. S'ka lidhje, unë mu ka mësu vesh, domethënë. Po kam problem. Edhe dush më përgatit për disa muaj. Jo, s'ka lidhje, po. Derin korrekt që është, atë. Zakonisht kështu ka ndodhur, kështu që ta shohim sa bëj gjatë. Bonu gati. Alo, përshëndetje telefonata. Përshëndetje, Osman si je? Mirë, falenderoj. Më vjen mirë. Tregom cila është ajo ftesa që s'kishe mujt me refuzu asesi. Vesh me qenë qift. Me qenë qift. Ti veti dyti, me të ftu dikush, ama kush çka qysh tek, hajde. Me shku të fëmija vllavit në Gjermani. Nipi me të bo. Ja ka sill mirë. Nipat mesat me të bo, do me thonë ftes, nuk e kishe refuzu. Ja, absolut. Jo s'pja sill, po heq direkt të thot njeri. Po e silli pak. Urojna që me marrë një ftesë të tillë, pse jo?
Faleminderit, ju përshëndes. Faleminderit edhe na përshëndesim. Kjo vlen them edhe për një patë mbesa tona. Po. E qa kena? Jo, si të pash atë emision se pas na po, është YouTube, po su m'dul ko. E që është me radhë. Nëse të him Prishtina Ticket, i merr biletat edhe i thu, doj, qëre, me që të datë, Po. në qëtë orë vjen, dalë të pres, Eja, të kthej me këtë datë, se s'kam ko ma shumë. 3 dita e ki bol, 3, knaqësh. PrishtinaTicket.net për ju që doni me bo surprizat të tilla, ftesat të tilla pse jo. Në Gjermani, në Zvicër, Sloveni, Suedi, Luksemburg, Paris, ku do që t'jeni, mundeni me i ftu më të dashurit tuaj, ose edhe marrë një aboni vizit me bo një surpriz, ose thjesht një trip të shkurt me bo në për Evropë, pse jo. PrishtinaTicket.net e keni bagazhin deri në 20 kg falas, mandej çantën e dorës deri në 6 kg, check-in online, mandej dhe mi zgjedh ulset, besa mundesh gjitha këto me i bo me Prishtina Ticket. Edhe një informatë që ka rritë në komunikacion këto momente, po na tregon për qasje në Fushë Kosovë nga Bresja që qenë ka e ngarkuar në këto momente, po mbetet shumë e ngarkuar me kolon gjatë hyrja në Prishtinë nga AKI Tutje. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje Simi. Si jeni dhe si kaloni? Mirë, fandesh, për ju e gjithon mirë Simi. Po vjen shumë mirë. Dita ka qenë mirë për ty? Sot po. Po vjen shumë mirë. Dhe ka qenë mërzitje monotone me shi me... Po nese mos e lidh ti ditën tonë me kohën, se tash ai moti mon qysh dëm vet, po më rëndësi ti me pas disponimin. Po. Hajde tregom, a ke po temën për çka po flasim, po? Ftesën që se kishe refuzu. Cila është një ftesë me ta bë dikush që se kishe refuzu ose çfarë ftese? Ftesën me bo Leonora Jakupi për shembull në shku në Durrës, ose të gjiri i Laçit. Të gjiri se është më mirë. Domethënë të gjiri, të gjiri i Laçit. E Laçit sa më vjen shkurtesë e Leonora sa çka? Të gjiri i Laçit. Mi pas ka gjetë kjo lokacion e vishjel kesh në Durrës ose atë në kishe. Unë ja deshifroj. Mos vjen kesh në gjatë. Mos u ngushta. Për ndryshe kishe pas shef me kalu një vikend, apo me bisedu, me fol për projektet e ardhshme të Sajna, me fol për karrierën e Sajna, apo? I kom do tekste dhe me kalona jo që ato tekste të mija për... Këpi teksteve. A kina i kong që mund është me nga tregu në i tekst që e kisha aty pa hire? A se kom këto për momenti. A se ki, jo se s'jep, vish Leonora. Inspirimi i vjen veç në momentet caktuara. Në momentet e caktuara. Ndëgjëm, Leonora Jakupi, nëse e duke na dëgju, në gjati po thot nëse te ja bën një ftes, jo kë, zotin arrujt, nëse te ja bën një ftes, te gjiri lolzit me shku. Do tekste, do sare. I ka të tekste me t'i jep, kështu që merre parasysh këtë farë pune. Po si. Po Leonora si thash, leti, më su përzit tash. Në gjatë, jemi pritje. Ai ka, ajo është tu menuta shka me po. Në gjatë. Uno. Ky është fundi, thot Leonora Jakupi. Tung kalov shmirë. A ke një hitë kong, jo? Nashta. Ja, shë pak, si të në zgjohë. Me ti që i të me thonë, ky është fundi. Qa po tatë? Dhe gjë. Kong e vjetër është. Po një të tramot vjetër. Një zoj nga Podjeva. O i zoj si e si kalon? Mirë, shumë pa Qyshe ke pas ditën mirë? Mirë, sot pak se to, po mirë. Po më vjen shumë mirë. Dita nuk do me thonë, nese. Ftesën që s'do ta refuzoje. Është? Ftesën është në vllavë në Zvicër dhe motra me shku me në e mujdet. Do me thonë vllavë në Zvicër dhe motra me ta, a më një mujdet, pa një mujdet nuk nisësh, apo? Ja, sot dhe do me nej, a një mujt të vllavë, një mujt të motra, një mujt komplet? Një mujt komplet ballë është edhe e nxjerr biletën veç vajtje. Këty se ja. Pse, ku po do me shku tani pe atjeti? Ku na të bona vajatet ma nxjerr biletën për mundësie. Okej, do me thonë ti me një mujt penis dhe tani qysh bohet, let bohet, fjon. Qysh bohet. Okej. Po të përshëndesim shumë, faleminderit shumë. Ide mirë, po pëlqen. Edhe mu më pëlqej shumë. Qa ty e merr vesh tani cili pëdon ma shumë, vllava motra, qaj që janë nxjerr biletën i pari. Shkurteshe, dëgjues janë 5 muaj met atje. Je me ku nxjerr biletën këty se pas na gabuar. Tu jortë kesh me janë nxjerr biletën. Shkoj viti. Ai sa ata qesin vet. S'jojnë me ne ta gjatë, ose shkon më kur tani. Njona. Alo, përshëndetje. Alo. A më na dëgjon?
Po sigurt po. Se nuk muj me thonë shumë shpesh alo. Unë jo apo më dëgjoni mua. E që tash po dëgjoj, se nuk muj me thonë 5 herë alo, se çashtu është gjendja. Kush po na telefonon? Meritoni. Hajde Meriton. Ti bile. Hajde tregom cila është ftesa që s'kishe mujt me refuzu. Ftesa që s'e refuzuar? Nga kush, për ku? Një ndeshje futbolli. Po. Kanë me ndjek? Me pa. Milan Inter për shembull. Milan Inter. A është gjëtimi mirë? Mirë është. Mirë, që shtu është të lëviz të qarkullu. Po, dash më shru dhe i konë. Mirë është deri që i konë, mirë është. Të kanë disponim se po ke shumë sot. Po, vëse më kanë thonë s'po ke shumë. Edhe i thash lute me mere përsi për pak se nuk muj me fole. Fiona, kjo është une. E kena ndru pak fole sot, unë jem serios janë. Vish po pras, kur vjen edhe me orë dhe në Zvicër me zbordë, kështu, atë në shpi bojnë asë vëm plastikës. Ta dhe vishtë rritë të kesh. Vazhdo me kesh, se... Faleminderit! Faleminderit. Dhoni thejsh, apo? Dhe të ka jesho. Po që thash pesha qysha, se Meritora, qysh po ka një kush me ka ta Fiona. boat ftes? Po, kemi shpesu. Okej. Mirë, bravo bre, bravo, që se shoqënie. Po, normal. Kemë shokë në Itali, atë shpesh për një shikujna. Bukur. Ticim? Ja, unë s'ka. Nice. Ta jetojnë vetës shok, po kur po vjen puna për si ndeshje për këse veç telefonoj një përgjigje edhe ditën e mirë. Këta të me thjame, këta të me ta shëntu në pasët. Okay. Si mëse s'kam jetë asë një kalzacim. U kry? Jo me Juve në na ndeshje nëse po më me Juventusin më shmund thirë, kur ka për ndryshe që se Inter Milan e këse... Isha ardhë, pse jo, kisha pas shef me po, amo po, me Juven ma shumë. Du kryet si, veç mos thuj ta jesë këm kojë këne jashtë. A je që do dhuj, veç a je që do jam une, që tu s'livriti. Pak mani, Meriton për qafojmë, falimderit. Je për shëndesër në shumë. Ciao. Unes, falimderit. Që dëm vje dhe në Zvicër, pis Zvicër shkojnë atje, tani këthejnë apet pis Zvicër. Unë që ka muj me të bodhurat në këtë udhëtim të bukur, nëse da bon ftesë dikush, është internetin me ta pagu. Po tani e fshat mirë, në është shumë i nevojshëm. Nëse veç shkon për Juventusin, ta kësha bo pakon max, që i ka 30 GB internet. Edhe që t'ik na i rast na i aksion diçka si shkon e kthen mrapa se live sun e kthen me telefon e kqyr live edhe kqyra një live. A ban? U kry. Edhe që s'ti qej fotot çdo 10 minuta. Jo s'po mbyn kush do, veç që më rëndësi më knaq. Jo, bish me të kallëtus që nuk naza. Okej de. Veç shkati. Të këshyrë Meriton që atë diçka. 049978 është e ngarkuar pjesa nga zona industriale deri te Kudkryqi i Santes. Kolon shumë e gjatë për me hyrë në Prishtinë, edhe nga Veterniku kolona nga lart deri te rrethi duplex, po edhe Mjuqas rrethit me flamor. Këto janë informata të radhës që kemi pranuar 049978 Alo, përshëndetje Viber. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Ku e keni Obin? Obi është qëto momente i zhdasht ka dalë se më të menu ku ka mujt me mri. Jo, pas kam rri në shpe. Të rruga Dardania me siguri, mas të arë këti. A ka mundësimi thon Obit mos drejton ankesa mos të kushite vet. U kry bre, jevze se shta shpedime kom po foli, se mu desh deri sa e asizoni. Përshëndetje. Ku je, more jevze? Ciao, bani, sysh jeni. Si po kalon? Jeni madhështore. Faleminderit shumë. Paramendoje qytetari çfarë probleme ka në këtë kohë komunikacioni, më ju ndëgju juve. Wow. Po tash na mundohemi, domethënë sa do pak mu mundu edhe mi tregu rreth komunikacionit, po edhe mi aletu pak tu shku në shtëpi me ndëgju pak diçka na i mohabet mirë, edhe po shpresojna që po ja arrisim. Na i debat reflektojna aty këtu mes me edhe Simit. Ne me kom shumë shpejt bashkë apet tek Gram Radio se ke ditë që njëna për shtepive ku jë ndëgju mas mirë dhe jo një mas mirë të Gram Radio. E vërtet është, edhe do më thonë ato analizat e tua në kampionat na kanë bërë shumë mirë, edhe për me i paramendu se që ka me ndodhë me lojt e futbolit. Besa ta është e kena dhe, apo mujnë mja dalë se që i vzia mënët me nga tregu se ka drejt me nga tregu, bashkë për du me ta bo një pytje. E mendova, qëtunën dile kanë lu futbol. Nesër pas nesër ka Ligë Kampionëve është Europa Liga, pastaj vinë këto lojt e eliminatorët për eliminatorët për botrorjen, do më thonë brenda javës 3-4 loj. A është e vështirë për një sportist, për një futbollist? Po është e vështirë, është pak shumë e vështirë, se është e lëshme, sidomos për ekipet që lutojnë ma shumë se 1500 km, për ekipet që janë Ligë Kampionëve që kanë me time. Është pak e vështirë, po gjithmonë ekipet që kanë me lu për shembull në Evropë, gjithmonë shkojnë para ndeshjes dikon 2-3 ditë
ku ata vetë stacionohen në për hotele ku kanë fusha futboll dhe kanë këto infrastrukturën fantastike. Çaja pak e lehtëson. Po është e vështirë se të lush çdo 4 ditë në ndeshje niveli tepër të lartë, është shumë e vështirë. Po futbollistat këta janë shumë e fat sepse para mendoja për pagesat që i marrin këta, për pagat që i marrin për kontratat e këto, kjo nuk bën më diskutu. E vërtet është, po domethënë edhe është e lodhshme se tash po e dina na shpesh i arsyetojnë hajt se këta paguhen mirë, po ti më najt më shumë në aeroplan se sa në tokë, aty po i janë milionat. Po pidon milionat. Janë qell, dush me zgjella aty. A s'është lehtë me kon milionar oj fion. Po s'është. Puna futbollistit, e vështirë është diçka krejt tjetër, jo për futbollistin as shumë. Është e vështirë për shembull kur e ki dikon që është në karrocë dhe shet dikon që jeton këtë jetën e tij në karrocë, ajo është tepër e vështirë. Po, ajo është tjetër çka. Futbollistin kjo nuk duhet me kon ai problemi, ai që kanë në kokë se janë këto udhime të gjata dhe pse janë këto përgatitje shumë intensive për një gart niveli shumë lart se këta paguhen për çata. Edhe gjithë unë besoj që këta e ndërtuan për një presion psikologjik tepër të rrallë që është ky intensiteti, vëllimi shumë sa të tjera. Për ndryshe atë ka kënaqur dje golli i Granit Xhakës. Po, golli Granit Xhakës mund ka kënaqur shumë se te din shumë që Graniti ka nis pak edhe zenë e trajnerit që po merret edhe me këtë punë. Sepse unë Granit Xhakën e shoh si njëri prej trajnerave të shumë në reprezentacionin e Kosovës që mundet me ndonë. Se çfarë punë, se çashtu e kumenua dhoni pas komendimet e njëjta. Po mendoj që kjo ka menduar tarmen sepse ata familjarisht kanë qenë gjithë sportista dhe edhe Granit Xhaka është ai thesari i kombit ku kombi e don tarmen edhe hajde po shpresoj. Shteti e don Granit Xhakën me kon ai lideri i cili e çon Kosovën tutje. Pe para mendoj që kjo domethënë kisha më qenë shumë i lumtur. Pyetja për sot është ftesën që se kishe refuzuar kur. Cila është një ftesë që nuk i kishe thonë jo asnjëherë? Unë nuk e kam një ftesë që po tregoj ka 2 vjet që është në mailin tim që u drejtu për Giovanni Rossos që është njëri prej njerëzve më të fortë botës futbollit edhe që është lidha Itali te Juventusi ku e kanë një akademik Juventusit ata New York. Edhe nga janari Akademia Juventusit te Giovanni Rossos se këtu ka qenë pjesë edhe njëri prej njerëzve kryesor ka qenë në Del Piero, është ka ushtrihet edhe New Jersey nga janari. Edhe unë kam një ftesë në email që besoj që shumë shpejt ka me dërgu te ambasada Amerikës. Edhe këto të e falenderu të madhin Luan Dermakun, babën e Castello Dermakut, i cili është trener të Akademia Juventusit. Po unë këtë ftesë patjetër që s'e refuzoj dhe se kam refuzuar dhe besoj që nëse ka shkruar Zoti, edhe kam e bërë realitet ditën e ardhshëm kismet të Akademia Juventusit New Jersey. Unë po shpresoj që ti më shku atje edhe përvojën që e fiton atje me sjell edhe të Kosova të gjithë lejtarët e sportistat në Kosovë. Edhe faleminderit për kontributin që e ke bërë, na po të përshëndesim hifz edhe e pas një pasditë të mrekullueshme. Ju rujt Zoti do të shihemi shumë shpejt. Shnetet mira, faleminderit shumë që sa mirë. Domethënë se përpara thëshëm aty në Juventusin vishtu sa domethënë kinë për akademi trenera, lojtar brenda aty mos po flasim me donën e përshëndesim, që edhe në për akademi që në për vende të botës ndryshme, thonë Akademia e Futbollit Juventusit New York, tash New Jersey, edhe aty është hifzën moj Fiona më shmi shkru hifzës diçka aty. Po smujta me ta shumë. Po tregosh kujdesën për shkak të kollektivit. Toyota, vetura Toyota Fion, vjen me 10 vite garancion. Edhe përveç kësaj na vjen me zbritje. Për juve që po mendoni për veturën tuaj, për me u bë me një super vetur para se me zgjedh, shkoni drejt tek Autodrejt, shihni vetura Toyota, edhe masane ju bën janë çysh doni. Që telefonata. Përshëndetje. Vaj për pas ka. Definitivisht ëndrat tona, qoftë në futboll, qoftë muzikë, janë të bo shumë më të kapshme se sa që kanë qenë. Para më ndodh tash Rita Ora po bën bashkëpunim me Yll Limani. Se këta të njëjtës mahall, si do që të jetë. Por ka mujt mos më ndodh. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na telefonon? Nua. Hajde Nu, ç'është kemi sot? Mirë, faleminderit, shumë mirë. Vjen mirë, po besoj që e shijove muhabetin e futbollit. Tregom ti për ftesën që se kishe refuzuar. Po më thirr kombëtarja e Kosovës nuk e kisha refuzuar kurse si. Po në çfarë cilësie me të thirr kombëtarja? Po marr parasysh si ndihmës trajner në futboll. Okej, ndihmës trajner kishe ardhur me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi qartë. E dim që e don futbollin, ke qenë futbollist edhe
Jo nuk asu. A ke qenë? Në rini, a ke qenë ajo? Atë kum gatur me dikën tjetër. A paska. Edhe nuk. Po vjet kum luajtën e. Sem, lutem mos dyshon në memorien time. Unë kesh unë jam piona sot. Hej, të përshëndes shumë edhe uroj pse jo në të ardhme me marrë një ftesë të tillë. Edhe unë ju përshëndes shumë. Hajde që dha të mirat, të mërje ka që i poshtër. Se mërje ka që i poshtër. Po merë me një që atë thash, hajde të gjëjmë, mos të la më mikë, së më vjeni nati më mikë. Abre, nese, mire lujta rolin e cimita. Po, mire lujta si po. Qka di jo, ne? Vesh që më shumë ka zëti mu kishe. Qasja për të krethi i Çagllavisës pjesë ngarkuar me kolon gjatë, ka fillu do me thonë atje kolona dhe ndaljet autostradës është kolona. Pastaj të ngarkuar e keni pjesën nga Veterniku lart, pra kolon shumë e gjatë për me shku edhe të rrethi me flamur dhe në kalimit të rrethi duplex. Alo, telefonata fillimisht. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, kush na telefonon? Ensari. Ensar, nga na telefonon? Prej Prishtinës, shtu në Kolon vëlloj. Ku je në Kolon o Ensar? Që di në Prishtinë Kolon? Vesh pra si lajmë që të Dugagjini centër mos gabon një miro se Kolon tepër. Po e shoh edhe nga informatat që po arrin po na tregojnë, domethënë edhe hyrja në Prishtinë është me kolon nga zona industriale, e rrethit e zona industriale tutje. Po që të në kerr jam qa ke tema besemiku diçka? Hajde tregom çfarë ftesës kishe refuzu. Me ta bo dikush një ftesë. Kujna si kishe thonë jo asnjëherë. Porës vëlloj, vesh. Porës, do më thonë me thirr parja, se e kom edhe një mesazh ashtu që më ka thonë. Me thirr parja me ta bo, hajde te unë ti kishe shku pa problem, apo? Po tani me dy durë. Kuç jo më çfarë ti më vjen kesh ngushtona. Ngushtona pi po. A di me qena si Leila, pe din te ato Rosoj ka që i thojnë anë. Kanë një këpi përderimit, po i kanë edhe dë nga të pas. Kanë me do të qiknesh, ata po thë me thirë që ato me ta bo, hajde mlema. Ka ke tema diçka e Juventusit, se janë fanë si ty në akjet. Jo, s'ke për Juventusin, po hiv zana të regoj dhe më thonë që ka me shku në kamp Juventusit si trener edhe New Jersey. Kështu që u merë shumë mirë. Në rregull. Edhe shumë mirë që ko ke tifoz Juventusit. Po shpresoj që me marr veten tash Juventusi se do të dedika pas çia. Mira ja u bëm asaj. Faleminderit shumë ta dina për ne. Për kodë, ja ta dua për fore. Ta dina për ne. Najzën tjetër. A ka dhe na lajm. Ska më ka fundi. Qa po e kanë qëta taksistat zute e rebo. Po ma jo bës zute i tonë. Ndëgjëm, jepi ma shumë për parësi, se shumë shpesh këmë thonë që pa dolla din komunikacion edhe me pa, nuk e din du më thonë sa vështire kanë taksistat, edhe është ma mirë mi dhonë pak ma shumë për parësi. Këtë taksisti me kojt, ndash besën ndashja, pe i Kolonës. A ku kryta ka marrë. Na një orë mujna me qëndru në Kolonë brenda ditës, edhe çfarë stresi, çfarë nervozizmi na shkakton, e paramendo ata që e kanë orar të punës 8 deri në 12 orë. Po, tha deri në 7 mbrëmje tha jam punë para mëna. Unë arsyetoj plotësisht kanë një herë edhe sjelljen arrogante që e kanë, edhe nervozizmin, edhe krejt çka do që i kanë një herë, arsyetoj kanë një herë. Ndash besën dashja, unë e niva se ngushëm ta kanë veç. Pro 5% pasha zuti pak. E bëj apel për kitë taksi që e në Kosovë 4-5%. Rritën përshëndjen. E meritojnë. Rëlqan e dorën. Faleminderit. Po të përshëndesim. Hajde kalosh mirë në Kolonë. Qa ke puna e mides, do më thonë? Që tash tregoj? Të shfryzoj pak që zoqëm kam e. Po dhe që ata tash të shfryzoj edhe në qa ke puna të beta me njerë. O, si te foli, do më thonë, me njerë, se ta nola mirofonin. Hajde fol që tash. A di që edhe një pjesë e madhe e problemeve të rrugëve të frymarrjes, se krejt këto vinë edhe për shkak të klimës. Që s'është e mirë. Din me qenë shumë të dëmshme edhe nuk përdoren mirë ose nuk janë kualitative etj. Por na po dojna me shku sot me ju tregu për mideen, që ju tregojnë as çdo ditë tjetër që janë klimat më të mira edhe më të qëndrueshme në treg. Këto e thojmë për shumë arsye. Kanë teknologjinë inverter 4, që do të thotë se klima punon me aq fuqi sa i duhet, jo më shumë se sa që duhet ose më pak, edhe në këtë mënyrë e kushton rrymën se e përdor vetëm fuqinë sa ka nevojë për me ngrosë me ftoft ambientin. E jo me e stërfto ose me bosh shumë ngrohtë për shembull ambientin. Ta vok çfarë sa ka nevojë. Mandej është modeli i ri i Midea Solstice me AI EcoMaster, që kena përmend nas disa herë, që e ka të përfshirë inteligjencën artificiale për me kushty pra më shumë rrymë. E rregullon vetë fuqinë varësisht prej ambientit edhe ofron komoditet, ajër të pastër edhe shpenzime minimale.
Kështu që na ju rekomandojmë Midea, e keni në për krejt Kosovën, është ndër brendet më të shitura në krejt Kosovën, kështu që nëse doni këtë muaj, keni super oferta, vizitoni Midea në rrjetet sociale. Çfarë telefonata? Alo. Alo. Përshëndetje. Me kë po flasim? Me kë po flasim? Gani un telefon. Si jeni zotri Gani? Po vetun. Vetun? Pse? Vet un jam, se jo vetun, po vet un vet. Okej. Tra e të arshuar. Okej, cila është a ftesë që s'do ta... Në kopje ju. Vesh s'moj me ta në alë mikrofonin tash. Gani, do tash unë mësimi. Tregom ftesën që s'do ta refuzoje. Se keni po këtë pyetje shkurt, bukur sugjestive, bukur komplekse është. Kompakte, plot. Po, çatu vetëm 10 sekonda më lejoni sa i përket asaj kolonës. Valla jam bo gati, përgatitur një banesë që marr temati sa ti më harrem feza, me shit se më shpejt. Po, çka po tregoj çka më bë. Është shumë komode, edhe shumë e mirë mrena për mrena, po kur del jashtë, edhe prej rrethit, prej stacionit busa deri atje më shpejt shkoj kom se sa me taksi ose me veturë ose çu dush. Po pra. Sidomos në korrikën ngusht me 40 gradë, mi bë 30 minuta aty në kolon, është më shumë se në rreth. Ani klim Gani? Elshon klimën veturë. Po, edhe elshoj edhe muzikën pak aty edhe në Klam Radio. E tash sa peshet metrin katror, mas janë nisë me boshit deri këtu. Sa peshet banesën? Për ty edhe simen e kisha bo 20% ma lirë, sigurt për 20% ma lirë. Okej, do ta kemi para. Ko po mjen ka perëndimi a ka lindja. Që bjen dikun ja 2000 euro ma lirë. Për 2000, okej, le. Le krejt Gani. Më për 2000. Jo, për 2000 euro ma lirë. Po, pedi veç. Shiko, ftesën që s'do ta refuzoj, e keni bo pyetjen e bukur. Më thon dikush atë dark lomë si bebojnë këta ledekejat, je isha ardhur me gzim. Edhe më thon dikush apo vjen më shku në Ulqena atje në deti, do isha shku. Në Ulqena thirr dikush, nuk e kishe refuzuar. Lej këto partitë politike. Me thirr dikush atë me shkarku thash mullinit e valloj kurs isha shku. E me parë me thirr ai isha shku? Për pare, si kisha këshyr, hiç me sy, me dorë, që ashtu kisha marrë parasysh sa hiç me dorë, që ashtu në gjeve bin. Gani të përshëndesim, faleminderit. Edhe ne ju përshëndesim juve dhe ju du shumë dhe faleminderit edhe na ju dojmë krejt. Ambeltoria Belluno ja, be pas kanë ndru vënën, okej. E pas kanë ndru vënën. Ja, e pas kanë ndru vënën. Okej, pas ka dol pak manal. Po shkojna deri në Albi Mall, na njëherë, Gani tani tek shyum qysh na bëhet. A shkojmë deri në Albi Mall shpejt? Po, na vi shkojna këshirëm. Okej. Edhe pak arom. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Bankë Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësuar për çush mu vesh bukur, çush mu dok tri kur i bojmë do vjet. E çush mu dok serios kur duhet. Qysh mi kombinu ngjyrat. E qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt më interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E në vjetor me dhurata me gëzuma dashnit. Shumë çka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV.
Po rikthehemi në Glam Radio dhe në Koha Vizion dhe po ju presim me telefonatat e juaja, gjithashtu dhe me informatat rreth komunikacionit. Unë po dua edhe një herë më rikujtoj juve që jeni në përvetura në këto momente edhe jeni tek Shaklavica në të dy anët e rrugës, e keni Petrol Company-n. Ndaleni aty sepse naftën e keni 1.17 e benzinën 1.16 për litër. Super çmime tek Petrol Company në Shaklavic, e të njëjtën kohë dhe bëni pjesë e lodhës për blyse, mos harroni me i marr kupona dhe të urni kupon 22 kupona. Edhe nuk dihet, mundeni me fitu një super vetur që po e dhuron Petrol Company. Alo, përshëndetje, Viber se e kena lon me prit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Seni dhe si kaloni gek? Përshëndetje, mirë familje, Seni, se po kaloni. Qysh e ke pas ditën? Mirë, shumë ka pëndzej dili, shumë ku e mirë. Do më thonë të ju pas ka ardhë dilit e na ka ardhë shiu, po edhe këtu po pritët mas një 2-3 dite me u regullu. E kundërta, të ju dil të na shi. Po e presi mas një 2-3 dite regullohet prapë, se na mësoj që shtu tash po kena qef plus 20 me qenë. Kolegën, që ki kolegën? Kolegja, pak me një koll, po në top form. Kështu me po, sta mërmenja, në karaseri do më thonë është mirë, motori kështë që është. Jeti. Geg, çështo e kesh jeta? Po, Baholli, po menoj. Po, jeta Baholli, për një? Jashtë, do me thonë, kështu të bën për bukurin, ndërsa mrenda ja bëf qarën vetit. Mirë, po më vje mirë. O Geg. Po çka mi bocimit që çoje ku dush, bëni çka dush. I njëjti. Karoserinë e njëjtë. I njëjti. I gërret në të nanë. I polirati ndresh të lymë për radiova. I gërret në të nanë. Po përmeni vëntu se si spota qara pa ju ka Ma mur benja. Ftesën që se kështë refuzu. Po një vizit për në Kimbre, murin kënë me vizitu. Shkoj pak ma larg. Shkoj po thot diçka për Juventusin, kë shkoj në Kin. Shkoj pak ma larg. Për Juventusin po ta me thonë diçka në Australi shpi që ka orë grova, më njohin shumë njerëz se du Juventusin apo ta. Edhe këtë po më gjuam pse bez peshti me lut, pse bez peshti me lut. Edhe mu ma bëjshin. Po menoj që menaxheri i Juventusit do bëra pa. Tash me kona ty e kisha shti. Amo është shumë e vërtetë që ju meshkujt kur flisni për futboll, po se na i kena ble, e kena marr, e kena shtis, e kena shtis. Po që pare tona ju shku. Po, kështu që edhe nëse ju referohen që pse se shtenët pse sini, priteni se vetit ja keni botë. Vetit ja keni botë Renin. Kush e shikon Juventusin, kush është tifoz i Juventusit, realisht lejtor që vinë vitin e por shuhen. Nuk është veç të zhegrova. Tani ngritën. Tani veç kur të pash vitin e dytë, më veç bombardoj. Veç bombardoj. Edhe zhegrues, do të më dhon pak hapësirë, orë të ndimit, skalu të reshin ato teshat që ja këshim vesh. Bonja një qefin vetit, bonja një qefin vetit. Flasim, vitin tjetër. Zhegrova shtyll, si vitin e parë si dytin. E ka një fizioterapi Juventusën më të mirë në botë. E vërtet është edhe kjo. Edhe lejtarët e jashtit edhe Real Madridit vinë Mëngjesh në Juventus, da? Juventus në gjeshën. Gjeshën në Juventus. E kanë një medikal. Ju bëjt thirë e këtë shqiptove, japi pak hapësirë zhegrovës. Disa në gjeshët mirë. Pak durim. Një të në gjeshë, e ma një pak që aty. E shini kur që në luaj. 2-3 pasime pak në gjeshje. 2-3 pasime pak në gjeshje. Edhe e ko kontrotën 5 vjeqore. Nuk është që sot nesër ka më Po që to është puna se po thojnë. 5 vjet joli e kanë menu, 1 vjet e kanë punën me to, mas 1 vjet e 4 vjet me luqë. Shdo të do kry kjo farë punë. Jo, ka logjik. Tani kanë thonë ku për lyp Barcelona është e kërëvo. Letë e lyp. Se së është... Letë e lyp. Gek, pret. Pse bash murin kinez? Edhe me do ftesën shqipa kinezisht. Jo, ftesën gjermanisht mësisht. Pse bash murin kinez? Pse duket që është një pi, s'po di që më thonë, një muri që ja vlen për më vizitu. Është edhe Qina si shtet, është pak... Kush? Terhek, Qina. Kina mos më folë gjermanisht këto. Gjermanisht, ju ka thuj guha këtina. Ju ka thuj guha. Ma vën e Allah në këpo. Eba Mustanin. Edhe Kina është një vend që do të më vizitu definitiv. Edhe Kina dhe Qina, po. Unë e kom shef, do më thonë edhe Japonim, po që shtu metu me fionën. Po të përshëndes Geg, jemi mrekullueshëm. Faleminderit shumë ju përshëndes. Auf Wiedersehen. Hajde qyz. Kesh du tregu për Swiss Diamond Hotel Prishtina. Më thonë që e kanë Japanese Head Spa. Nuk e kësha refuzua, mo kush me ta bo ftesën. Me ta bo njeri me thonë hajde dhe në spa, krejt resmonët i ki, qka dush, veshin edhe knas që të në ditën, kish me qeni super ftesë, po nëse jo po dëni mi abo dikujna një dhurat, mundëni mi abo një dhurat til. Qësa mirë, mirë po di, mirë për menojnë. Mirë e ku me nuk i zvarpune. Edhe abo një dhurat, i thu që ku e ki kuponin, shko, i ki krejt, me masazha me krejt.
Veç knaqo 038-220000. Veç personin në mit me gjithë, domethënë që e bën ftesën. Po, se kështu ata që po presin janë prej kolegëve mos pritni. Ja. Ja be mos pritni. Prej kolektivit. Shine. Alo. Çe. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde Sadik, si je? Mirë, po kalon jo? Mirë për mrekulli. Duke marrë parasysh rrethonat, mirë. Sadik, cila është ftesa që se kishe refuzuar? Do të kisha refuzuar një pushim një mbujor, dikon në Zelon 3 se kur që më konë ti. Ani pas ke gjetë vendin që unë e pëlqej shumë, sidomos Simi. E vërtetë është. Që janë muj në Zeland. Ai shkon mjaftueshëm me eksploru, po më. Mjaftueshëm. Sa shumë vendi madh. Po më dikon ka rreth jo, nashta jo pak me shku më qetësu, pak me e shë me atë mjoltën manuka, me kangura, me kret. Çto problemet e mia domethënë si kishit pas atje. O Sadik. Ku je për momentin? Jo, momentin ka marrë dhe ka marrë Australi. Jo, se po më intereson se dje ma dërgoj një video dhe na tregoj që ke dikun te tre kufit. Te tre kufit aty në Norvegji, Suedi, Finland. Edhe kishin me kam shtëpis, apo? Po më kam shtëpis. Edhe do të thonë, kjo është një prej aty në njerëzve që në më me pas shok ngushtje. A që tu inspirove ti për kanterin, a? Jo, ma ka dërgu edhe kur ma dërgoj, na veç ishim tu bisedu një ditë ma herët për një kamper me Fionën. E kena gjetë një kamper në Zvicër, Sadik. Po, e gjetëm një. Kush po presim ftesën, kush puna e vlen. Na ardhë dhe qelion. Edhe i thash vetë me vetë, i thash që e njeri të realizu andrën është atje të shëtit. Rëti. A del shpesh? Ashtu, qysh, po, të thuja, i kam edhe kam edhe danën e që më honë fix, e kam të një liqe, ato i kam të mijat edhe një 6 supa, i kam të mijat që ato jenë gati për i pru për Kosovë, edhe një kam që dalë, kështu. Ku është veni ma i lartë që ke udhëdhu? Konë, që në Tromsø, aty dhe Kofini, që ai udhëtimi i djeshit. Okej, do me thonë, nuk është që ke marrë fa rrugë kështu në Evropë, me i ra Evropës rreth e rreth më u knaqë. Ku jeton Sadik se kom harru, në cilin vend? Nuk kuptova? Ku jeton, thash, në cilin shtet? Në Oslo, okej. Okej, do me thonë aty në për Skandinavi për rreth këshëtit me kamper, je knaqë. Kisha. Shpara me do qëfar vende ko atje. A i vishë atje mi po, që të vende mjaft është. Pak nuk po konkua për me kam shtëpisë ka pasur shizë, se ka pasur shumë okull, aty në pak Po, e bosh për videos. Hey, faleminderit shumë që na ke thirrë. Si do të jetë po, të marrim jak mia, bravo qoftë. Edhe na fal që morëm pyetje që ka shumë po shumë mirë, domethënë është një prej atraksioneve të jashtëzakonshme. Shpëtimi na ka dërguar një foto, na tregon se vetërniku po vazhdon me qenë i ngarkuar edhe për me dal nga autostrada, është me kolon nga autostrada me kolon. Pastaj po vazhdojmë me qenë shumë e ngarkuar hyrja në Prishtinë nga zona industriale, nga vetërniku lart vazhdojmë kolona, miuços rrethit Çaglavicës është me kolon, e kështu me radh. Rruga Agim Ramadani në të dy krahët, është një foto që ka arrit na tregon nga udhëkyçi Menzës Tutje dhe Ana Sjelltas. Hajde telefonata e fundit për ditën e sotme, i kena veç 1 minutë e gjysmë. Alo, përshëndetje. Bollo më nova me thirë më herët ose në fundit si gjithmonë. Si edhe si kalon. Që edhe Labi na ka dërguar një foto për na tregon që rrethi duplex është i ngarkuar. Faleminderit shumë. Hajde jashtë toksor, po dalum temë se e kena veç 1 minutë kohë, edhe tregon. Për 1 minutë, qërë shumë shpejt për 1 minutë. Ftesën që se kishe refuzu. Kështë u morë dhe shtash, se më të jam morë për shtash që i kom një dhe me ChatGPT, mi interesoj ke pse të fermat rëurët, se këshësha fjorës, orët e vugla, e të na moshkujt orët të mëdha. Sa di se problemi mi këshyrë, nuk e di që është mi këshyrin të përbes. A në shfar problematike është modhe? I kena sytë në pres jashtë të kësorë, qka shohim na? Qka e paske veti ChatGPT-ni, juve që ka shmja u qitë orën, sa dora. A dim se na ka vnu njeve orën e madhe. Për me poder, ase na nuk e lodhëm kryt fort. Jo. Po mos me thonë kur shkon në shtëpi se dita sa ke ora, se posh se e vogël. Apo kupton? Jo se ta nua me në të këshyre, një herë edhe këshyre edhe Fionës, çfarë dallimi, ora jote. Kjo nuk ka nevojë për orën tem këtu është. Un pak edhe se këshyri heq se e di për afërsisht sa është ora. U knaq aja Sara ChatGPT sa çfarë pyetje interesante ku të ka kujtuar. Sara e kalon amrina. Sara e kalon amrina. Fantastike është për vjet. A jam ja ka gjem. Sovjeti ka Sara. 22. Nuk e ka pyet se është gentleman edhe nuk pyetet. E Xhemi sa i ka? Xhem është dikon 39. A jep Sarën për Xhemin? Jo. Asnjëherë. Ej,
Qëre ftesën shumë shpejt e kom përmena edhe nuk drejë, nëse nuk e drejë në mendimin. Me ma ofru një televizion një kombëtar, do mon një radio televizion kombëtar me mbajt emisionin me ta kisha mbajt. Se kështu më ka po bajat për Facebook. Po më jesë fogonira mo. Por ndryshe për ata televizionet radio që dojnë me transmetu një emision shumë të mirë, jashtë toksorin, e keni jashtë toksorin e gjeni në përjetës sociale. Faleminderit shumë, po të përshëndes e po të përqafi tung. Respekt e kaloni bukur. Faleminderit edhe juve që keni qenë pjesë e emisionit për ditën e sotme. Faleminderit që jeni pjesa më e mirë e këtij emisioni. Deri nesër mos harroni me bë ato që doni me bë gjithmonë, me shumë dashni. Paqet plot shëndet. Faleminderit edhe prej meje për më kujdes për shëndetin sa më shumë, sidomos në këtë kohën e virozave, do sa më shumë proteina me konsumu, kështu që linjën e proteinave zot e keni nëpër krejt marketet e Kosovës. Vazhdojmë bashkë në pjesën e dytë, na dëgjoni në 86 ose 102 FM.